Ky është një dështim institucional tjetër i rollës në situatën dhe aktualitetin që jemi duke e përjetuar bashkarisht. Me 20 gusht, Arbenit Ahmeti humbi jetën duke transportuar kablët përçuese. Me 16 gusht, vetëm 4 ditë më herët, Haxhi Gojnovci, teknik i zehtarisë, mbeti i vdekur pranë ekskavatorit. Me 15 korrik, Milazim Binaku ndroi jetën në qendrën klinike universitare të Kosovës, sipas e lëndimeve të marrura me 8 korrik në fabrikën e pajimeve zehtere në Palaj, ndërsa me 27 korrik, Migjen Sadiku ndroi jetë në hapësirat e termocentralit Kosova B. Pas secilët prej këtyre emrave, është një nënë që pret, një bashkëshorte që mbetet e vetëm, fëmijët që pyesin për prindin e tyre, babojnë e tyre, se kur do të kthehet dhe a do të kthehet përsëri. Jam punëtor që shkuan në punë për të siguruar bukën e gojës, për familjet e tyre, për veten e tyre, dhe humbën jetën duke bërë punën e tyre. Kiko është ndërmarrje publike. Është pronë e qytetarëve dhe përgjegjësia për të, në fund të fundit, është e vetë shtetit. Kur 4 punëtorë humbin jetën brenda një viti në një ndërmarrje publike, përgjegjësia nuk mund të fshihet, të shpërndahet apo të hidhet dikujt tjetër. Cili është shembulli që sektori publik i kontrolluar drejt për drejt nga shteti po i jep sektorit privat? Ku janë masat mbrojtëse? Ku janë të drejtat e punëtorëve që është folur shumë për to, sidomos prej forcës politike që sot udhëheq vendin? Si janë kushtet e punës tyre? Dhe në rastin konkret, ku ishte qeveria si aksionare kryesore e Kekut? Ku ishte pas rastit parë? Çfarë mosash reale u marrën pas rastit dytë? A u bën ndonjëherë ndonjë inspektim jashtëzakonshëm, i thellë, i pavarur, profesional? A mund të ishtin shpëtuar jetrat e tjera, po në qoftë se do të ndërmerreshin mosat e arsyeshme, të nevojshme, profesionale e të domosdoshme? Kjo qeveri e ka centralizuar sistemin e inspektimeve. Ka krijuar zyrën e inspektoratit të punës, përkatësisht përgjithshëm, brenda zyrës kryeministrit. Vetë kryeministri deklaroi me një korrik se aktivitetet me rrezik të lartë duhet të inspektohen më shpesh dhe se subjektet që rrezikojnë jetën e punëtorëve duhet të përballen me mosa të rrepta. Pajtohna plotësisht. Dhe besoj që pajtohen plotësisht gjithë. Mirë, po tani pas 4 vdekjeve, ku është kjo rreptësi? Nuk mjafton të centralizosh kompetencat dhe pastaj kur ndodhin tragjeditë, ta decentralizosh fojin. Çu po ndodh? Qeveria nuk mund të jetë njëkohësisht menaxhuese dhe mbikëqyrëse e ndërmarrjeve publike, dhe në fund të sillet sikur nuk ka asnjë përgjegjësi. Si është e mundur që kur flitet për rritjen e prodhimit, për progres, për ndonjë punë të mirë që na i gëzohëm, dolin, i marrin meritat dhe shprehin krenari. Dërso në raste të tilla tragjike, që shka ndodh, që ndodh edhe dje, fshihen prapa përgjegjësisë, prapa perdëve të pushtetit dhe sillen sikur nuk ka ndodhur asgjë. E ngritin zonën për fatkeqësi jashtë territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa për situata tragjike sikurse kjo dje që ndodh dhe që ka ndodhur në vazhdimsi, heshtin dhe e minimizojnë edhe si lajm. Kur këto vdekje ndodhin në një ndërmarrje publike, nën kontrollin e drejt për drejt të shtetit, ato bëhen dëshmi e një dështimi institucional. Nëse dështimi nuk arrin të mbrojë jetën e punëtorëve të vet,
si mund të pretendoj se mbrohen jetën dhe të drejtat e punëtorëve në sektorin privat. Nga këto i bëj thirrje qeverisë Republikës së Kosovës në detyrë. Ministrisë përkohëse, Inspektoriatit Punës dhe vetë Korporatës Energjetike të Kosovës të përkujdeset dhe të mbështesin financiarisht familjet e viktimave, të zhvillojnë menjëherë inspektime të plota dhe të pavorura, të identifikojnë dhe eliminojnë rreziqet në vendet e punës, të rrisin masat e sigurisë mbrojtëse për punëtorët dhe mbi të gjitha të garantojnë që tragjeditë të tilla të mos përsëriten si rezultat i mospërgjegjësisë institucionale. Gjithashtu, Prokuroria e Shtetit duhet dhe i bëjmë apel që të zhvillojë hetime të pavorura dhe profesionale.